Fillimisht duhet thënë që dënimi, përkatësisht propozimi i prokurorisë është në shpërputhje me gjitha parametrat e drejtësisë penale, me të cilat natyrisht funksionon kjo drejtësi që prej kohës që njihet nga historia. Për faktin se është parim në të drejtën penale që zbatohet ligji i cili ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale, përveç nëse ligji i cili ndryshohet më vonë është më i favorshëm për të pandehurin. Dhe siç dihet, veprat penale të cilat pretendohet nga prokuroria që janë kry, ligj i zbatueshëm në fuqi në atë kohë ka qenë ligji penal jugosllav, i cili është ndryshuar dhe plotësuar me ardhin e UNMIK-ut në Kosovë, ku shkalla maksimale e dënimit me burgim ka qenë 15 vite. Prandaj një propozim i tillë është në kundërshtim me këto parametra, në kundërshtim edhe me vetë praktiken edhe të gjykatave tona që funksionojnë në Kosovë, që i referohen çështjeve që ndërlidhen me krimet e luftës, por edhe në kundërshtim me vetë praktiken e tribunaleve, përfshirë edhe tribunalin ndërkombëtar të Hagës, ku kjo e fundit shkallën maksimale të dënimit që e ka shqiptuar ndonjëherë ka qenë 20, përkatësisht 22 vite. Prandaj kjo shpërfaq qasjen, tendencën e kësaj prokurorie, e cila në vazhdimsi nuk ka qarë kokën fare për parimet e drejtësisë, për detyrimet që ka, sepse u tha edhe gjatë paraqitjes së fjalëve përfundimtare me tekst veçantë të mbrojtjes, që asnjëherë nuk i ka marrë në konsiderat provat shfaqësuese, sepse do të me pas parasysh faktin që prokurori, përfshirë edhe prokurorët e specializuar, kanë detyrim ligjor që krahas provave fajsuese, provave që shkojnë në dëm të pandehurit ose në argumentim të pretendimeve të akuzave të tyre, duhet me i marrë në konsiderat edhe provat shfaqësuese për marrë deri te e vërteta, e që këta nuk i kanë marrë fare, madje në tentativë për ta ulur peshën dhe vlerën provuese të provave dhe dëshmive të mbrojtjes, në bindjen time bënin edhe deklarata që thënë më së buti ishin absolutisht të paqëndrueshme, sepse t'i atribuohet ose të thuhet për personat të cilët në rrethanat e kohës kanë qenë më të informuarit, do të thonë se nuk kanë qenë në dieni për zhvillimet, natyrisht që çdo kush, do të thonë, e din që një pretendim i tillë është absolutisht i pabazuar. Mirë, po këtë e bën pikërisht për faktin që vlera provuese, relevanca në proces, si dhe kredibiliteti i dëshmitarëve të mbrojtjes ka qenë jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe prandaj ka shku jo vetëm në funksion të mbrojtjes, mirë po në funksion të së vërtetës, sepse është konstatuar qartë që Ushtria e Lirimtare e Kosovës nuk ka pas një strukturë dhe hierarki, si dhe një zinxhir komandues, si dhe nuk ka pas mundësi me ushtru në mënyrë efektive kontrollin si dy prej elementeve, dy prej parimeve bazë të drejtësisë që nga konventat e Gjenevës së vitit 1949 për të konstatuar përgjegjësia komanduese për shkak në fakt akuzohen 4-shja UÇK-s. Prandaj